Si rezultat i një hetimi të ndjekur me metoda speciale për rreth 6 muaj në qëllim dokumentimin e veprimtarisë së një grupi kriminal në fushën e narkotikëve që vepronte në Divjak, seksioni për hetimin e narkotikëve i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit finalizuan operacionin Zona. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit AP 30 vjeç dhe MP 32 vjeç vëllezër. U ekzekutua urdhri i prokurorit për ndalimin e shtetasit OL 31 vjeç. Nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit VR dhe SB. Më parë, gjatë periudhës hetimore, është në pranga shtetasi ET. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me të tjerë të organizuar si grup me organizator shtetasit AP dhe MP, shisnin doza të lëndës narkotike kokainë në Divjak. Vijojnë hetimet në drejtimin e prokurorisë për të individualizuar përgjegjësinë penale të 10 shtetasve të shoqëruar, si dhe për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale të gjithë pjesëtarët e grupit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.